Disa qytetarë të vendit parkuan makinat e tyre të vjetra, por të ruajtura mirë në hapësirat e restorant Elita në Tetov. Të ashtu quajturat oldtimer gjatë gjithë ditës të roqën shumë vëmendje nga vizitorët, të cilët fotografoheshin me automjetet që për në një moment mund të rakthejnë një kohë tjetër. Eventi u organizuar nga Retro Klub Tetova, që ka paralajmëruar një event të tillë të organizojë edhe në Gostivar. Kryetari i këtij klubi, Ismail Zejneli, ka falendëruar gjithë pjesëmarrësit në ekspozitë që ishte e para e këtij lloji. Kjo është një ditë e veçantë për ne si klub, i formuar prej adhuruesve të veturave historike. Pjesëmarrja e juaj sot na ka gëzuar që ju jeni prezent në këtë defile dhe në të ardhmen shpresojmë do të kemi dhe do të vazhdojmë të mbajmë kështu manifestime. Zejneli u bën thirrje gjithë të apasionuarve të oldtimerëve të bashkangjiten klubit Retro Klub Tetova dhe të marrin pjesë në ekspozitën e radhës që të organizohet në sheshin e Tetovës në kuadër të manifestimit ditët verore të Tetovës. Derët janë të hapur. Kur duan le të urdhnojnë, le të antarësohen te klubi jon Tetova. Dhe me sot kemi afër mbi 30 vetura prej Tetovës, Gostivarit dhe reonit të Pollogut, fshatrave. Kjo traditë do të vazhdojë, pastaj ne kemi edhe muajin korrik, ditët verore të Tetovës, ku komuna na ka siguruar të marrim pjesë dhe do të jemi pjesëmarrës të ditëve verore të Tetovës. Vizitorët dje patën mundësi të shohin rreth 30 vetura të vjetra, secila unike në llojin e vet. Si veturë më e vjetër dhe më e mirë, u zgjodh shkolla e prodhuar 6 dekada më parë, por e ruajtur dhe mirë mbajtur nga një adhurues nga Gostivari. Vendi i dytë i takoi veturës BMW, ndërsa vendi i tretë shkoi për veturën Golf. Shefket Ademi nga Gostivari, një adhurues i veturave të vjetra, shprehet i lumtur që vendi i parë i shkoi Gostivarit me shpresë në të ardhmen një ekspozitë e tillë të organizohet në Gostivar. Të ardhshmën do të organizojmë edhe në Gostivar, po tash na kanë thirrë neve si misafir. E organizojmë kishoku jon herën e parë këtu në Tetov, pastaj do të organizojmë edhe në Gostivar të ardhshëm. Që na kanë pritur shumë mirë, me ftesa, me diploma, edhe me darkë, shumë mirë kina kalou. Sot e ka marrë kishoku jon vendin e parë, Ajani me Shkodën nga Bajnica, dhe që është veturë është më e vjetër. Aktiviteti i rallë në Tetov u mbështet dhe u përkran nga disa kompani private, ndërsa i njëjti kishte përkran edhe të televizionit Globi, për të cilët, sikurse edhe gjithë pjesëmarrësit në event, organizatori ndau milioje. Ndryshe, edhe pse shumica e këtyre automjeteve kanë kaluar një inspektim teknik dhe kanë regjistrim të duhur, ato në vendin tonë mund të voziten në zonat e qytetit vetëm gjatë fundjavës kur nuk ka shumë trafik.